Zgjedhjet e 11 majit kanë qenë qendra e debateve këtë të njëjtën në Kuvend. Deputetja demokrate Albana Vokshi paralajmëroi kryeparlamentaren Elisa Spiropali se nuk do e mbajë dot mandatin e fituar nga bandat. Nuk kemi hyrë për të qenë përballë vrasësve serial apo vrasësve profesionist. Fal Edi Ramës jemi në këtë situatë. Një gjë ta mbani mend ju Elisa Blendi Gonxhe, Edi Rama nuk do i gëzoni mandatet e fituara me mbështetjen e krimit dhe të bandave dhe karteleve. Ata që guxuan të më kërcënojnë mua, familjen time, që guxuan të kërcënojnë çdo votues do më kenë pas gjithë jetën. Dhe kjo nuk është betejë që unë e bëj për veten time, është një betejë që do e bëj për fëmijët e mi. Spiropali u kundërpërgjigj se Vokshi së bashku me sekretarin e përgjithshëm të PD-s Flamur Noka po shpifin kundër saj. Ti po sajon, ti po shpif në emrin tim. Ndoshta ti dhe ai që ken krah keni më shumë njohje me njerëz me cilët unë nuk i njoh as për fytyrë, as për emër, as kush janë, as çfarë përfaqësojnë zero. Po sigurisht se t'jeni ju në listën e mbyllur të Partisë Demokratike nuk do kishte me këtë gjuhë, me këtë sjellje, me këto shpifje, me këtë analizë që bëni ju, sigurisht atë rezultat do kornit në fund. Dhe nuk është çudi që ato 200 mbi vota mungojnë, sepse konsideroni njerëzit dele, i konsideroni të gjithë të transferueshëm, i konsideroni të gjithë qytetarët shqiptar budallende, s'ka rëndësi ku, se përmende vetëm një qytet këtu, po mund të jetë aty në Vorë, në Shkodër, në Vlorë, në Fier, në Korçë, kudo ku keni humbur ju me turp, dhe emrin tim ti personalisht nuk e përmend dot, ti nuk shpif dot për mua. Komentet e Spiropalit agravuan situatën, ndërsa Noka shkoi të mbante fjalën e rastit në foltore duke mos e liruar atë. Në këto kushte Spiropali vendosi të përjashtoi nga seanca deputetin demokrat. Vazhdo. Edhe 2 muaj e mos bëj partizane. Tani, unë e kuptoj këtë shqetësim, sepse inceneratori vjet 430 milion euro. Kjo nuk është për procedurë. Së është për procedurë. Po ju respektoj në maksimum për çdo procedurë. Nuk duroj as fyerje, nuk duroj këtu as zaptim foltore, as gjë tjetër. Tani ulu Flamur se nuk ose largohu se je i përjashtuar. Spiropali pas debateve pezulloi seancën për 5 minuta për të rinisur më pas me çështjet në rendite.